I dy personave në studio me ne është kryetari i shoqatës së artarëve të Kosovës Enver Pakashticas dhe ekonomisti Mustaf Kadriaj. Mirë se vini të nderuar. Mirë se ju gjithë. Do të nisim me juve, zotëri Pakashtica, këto lëvizje sa e ndikojnë tregun e Kosovës, por para se të flasim për këtë, ndoshta nëse mund na tregoni se sa ka lëvizur nga dje çmimi i arit në tregun ndërkombëtar. Derza të premteve në ramje përmbyllë deri të hanën mëngjes. Premten ka pas një ramje drastike. Parafërsisht 10.000 euro në kilogram, 10 euro në gram do të thotë ka pas ramje. Për qytetëri dje ka pas ngritje 8.000, sot e ki ngritje 6.000. Çfarë do të thotë? Do thotë ka ardhur paraprakisht në çmimin e të premtës, para dita, po dajtës mbrëmje. Çfarë do të thotë kjo lëvizje kaq e shpeshtë, kështu çfarë ndikimi mund të ketë tek ne në Kosovë? Po të na ka ndikim të madh qysh që një vjet ka fillu ngritja e arit, qysh për vitit kalum, do thotë, kur ka qenë një çmim 70-75.000 parapërsisht, po mrena 12 muaj ka hyrë mbi 80%. E të na jem të ballafaqur që një vit me këtë çmimin e arit, është mas keq që të klientin na po bim keq. Dhe nëse na arin na nuk mundna me mshelçat shitje që shesim sot për sot, për shembull ke shit 5 gram, i marr 5 gram. Na duhet me prit, i gjen dikush me shitat 5 gramshin, mund me pas ngritje, mund me pas ramje, po te klienti na bim keq. Me pas ramje thot mashtroj, me pas ngritje e dëmtoj vetveten. Apo dhe është pak një pasiguri se interesim ka të njerëzve, po çmimi, do thotë çmimi ka bot veten. Është një ramje drastike e punës të artarët, përgjithësi, se edhe dhe klientin nuk po din më orientua me marrë, mos e marrë. Pra, përmenda që vitin dhe kaluar 1 kilogram ari në tregu ndërkombëtar ka qenë... Parafërsisht 85-90.000. 90.000, ndërsa sa është sot 1 kilogram? 140. Sot e ki 140. Që i bie që... Që do të thotë ditë më ramje, mos me pas ramje apo ngritje. Që është këtë varet këtu për politikave të jashtme. është kriza globale, është... Pra, faktorët që ndikojnë në lëvizjen janë... Po, na jem si treg i vogël, do të thotë, të ndikojnë që kjo marrëveshjet me Iranin, me Rusin, me Ukrainën, pej 2020-ës, në kohë pandemisë, startoj pak ngritja, po menimin e 2022-ën, si shpërthej lufta në Ukrainë, me Rusin, veç janë nisi me lëviz. Si shpjegon zoti Kadriaj në aspektin ekonomik këto lëvizje dhe ndikimet që mund të kenë në tregun e brendshëm në Kosovë? Kur flasim si Kosovë, do të kemë qartë që ne jemi një vagon i fundit nivel të ekonomive botërore dhe jem të papërfillë shumë. Kretë që ka ndoshta, po të kishte funksionua industria që ka qenë i Jugoslavi, ndoshta me atarin që gjithmonë ne kemi pasat të krenarin me trepshin me ato, që ndoshta do të ishëm paka shumë që me pas edhe për rezerva vetvetes tregut, po edhe për një eksport të mund shumë. Por tani, kur jem me këtë gjendje, pra ne artarët e din më mirë, por ne përballemi edhe në fakt këto përballën 100% me import. Në ka diçka mundet na lloj përpunimi, po jo prodhim këtu në Kosovë. Kështu që mbi këtë bazë, tash ti krejt në varesh mbi bazën e bursës nivel ndërkombëtar si lëvizjen, por kur flasim se është mirë njerit kthehet në retrospektiv, ari edhe që nga fillimi që ka qenë si mjet këmbimi deri mas 1900 kanë fillu shtetet të largojnë për arsye të ndryshme që edhe ne shpjegojmë me studentëve ari përgjithësi në krahasim me mjetet monedën paron ka vlerën më të stabile, por gjithmonë ka qenë një problem pjesa fizike e tina. Pra, në momentin që ti i kini sasitari dhe ta përvetsojë në mënyrë arbitrare së të dhënshme, unë e bana me vlerë ti pa vlerë. Tani bota ka fillu përmes anës monetare që me një farë mënyrë bankat në momentin që dikush ti konfiskon mundet me hjek ato shifra dhe që ato para që i ka qaj farë kesh bërsi nuk kanë më vlerën potenciali, nuk mund me kalunë në për banka është fjalla. Por edhe si mjetë këmbime dhe si mjetë i krahasimit që gjithmonë edhe teoria ekonomike ka pas, gjithmonë i ka pas në ato që diçka fizike, materiale, gjane gjallë, diçka që ashtu kanë funksionu, edhe gjatë gjithë historisë, po edhe këtu tek ne,
për shembull e kanë krahasu për shembull me një lopë, me një dele, me diçka, sa vlerë ka lira, sa lira ka kjo gjedh ose diçka ose dele, që zakonisht më ka rënë ndëgju të vjetrit, sepse vjedhen nga një rrethin që ka pas do të thotë në fakt kultivimin e që me thonë gjallë baktive, deleve këto, që gjithmonë nështë artari mundet me qenë në atë kuptimi me pas në i rast edhe më të sakt, por më sa unë e kam dëgju që thotë një lirë ka pas në atë kodë, thotë një vlerë, do thotë sa një dele. Edhe deri sa ka qenë 2020 që përmenin nderuar, pra ka qenë mrena asoj vlerës reale. Por ky kërcem, këtu të regon që këtu ka krizë, tash, ka krizë artificiale, ka reale, a rendi botëror dënë me kriju diçka që dënë mja marë mosës të madhë, dënë mja marë paret, atë fuqi që ka monetare, i banë këto farloj kriza që mund me marrë mend që disa shtetet që janë shumë të fuqishme e kanë komoditetin që me kriju krizat të ndryshme, sikur që e përmendi edhe nderuar rastin e luftrave, këto krizav, sepse tashti kur po flitet, pra ka shënu një rekord ari prej 1979, së fund viteve 79, për faktin 70 në fakt. Për faktin që ka pas ato krizat OPEC-u që për shkak politike, geopolitikave atje, i ka ndalë derivatet dhe është kriju, do të thotë, një krizë në atë kohë që janë rritë çmimit. Por du ta kemë qartë që ari dhe derivatet në rast të krizave botërore, do thotë, në fakt kërcen çmimi. Që në këtë rast ari është shumë e natyrshme njerëzit, sepse në ekonomi oferta dhe kërkesa është gjithmonë reale, këto ta tregojnë gjendjen çfarë e ki. Pra mbi këtë bazë është rritur kërkesa për ari për faktin që në rast të krizave, të luftrave, qytetarët dhe përgjithësi njerëzit e konvertojnë anën monetare në ari, sepse thotë e kam më të sigurt si vlerë për në të ardhmen. Saqë edhe në këtë kohë kanë ble ari për shembull edhe në fillim të vitit, të kalum kanë ble ari dhe në fund vitit prapi kanë shit më shtrenjet. Pra është një diçka që këtu edhe këta dileret nivel ndërkombëtar që din me funksionu në trezit financiare, ata janë shumë të vetëdijshëm dhe shumë vigjilant këtë drejtim. Por çka duhet bëjnë si Kosovë, më vlerësoj që ne jemi para këtij kur janë disa produkte si derivate dhe arin që nëse dënë me funksionu, ki mu përballë me import. Momentin që ki import, e ki këtë gjendi që nuk mund të ndryshon, thash, një jem vagoni fundit i lokomotivës botërore që nuk mund të ndikojnë. Dhe të flasim pak më vonë më gjërësisht për aspektin e blerjes së arit si formë investimi nga ana e qytetarëve, por zotëri Bagashtica, kur dëgjojmë që ari ka rritur në nivel rekord sa i përket çmimit, çfarë do të thotë praktikisht kjo për qytetarët e zakonshëm cilët blejnë stoli? Po, qytetarët e zakonshëm janë në hutiq, tash, edhe ai s'din çka me bu, ku ne që punojmë me këtë punë, edhe ne s'po dina me marrë një farë vendimi, asi që e shet, asi që e blen. Dhe se nuk është që i më varët për neve ajo. Dhe që të është ta më ndërlidh me parafolqen, nuk më varët tregu i Kosovës vetëm për importit. Në Kosovë edhe përpunohet, ka fabrikat për punimin të arit. Jo prodhim të arit, prodhimi i arit ka qenë. Është sasia e madhe e përpunimit? Përpunohet në çfarë sasie nëse e di? Sasi bukur të mirë. Përpunohet se ka përpunues shumë, njoftën në Kosovë, për shembull që bojnë përpunimin e arit. Filigranë. Po, edhe filigranë edhe senet fabrikume. Ka, janë licencume, janë regjistrume ato krejt. Po, te na është një tjetër çështje. Te na është stoli, te na unë në lokal, për shembull, i kom 2.000 gram. Unaza, po vafa, po halales, s'është me rëndësi. Nuk shiten krejt ai 2.000 gram shi. Për shembull, i ki 100 modelet unaza, ti s'mund mjas që ti dizajneri i famshëm i atashëm e kiti mirë. Po, shia ke qillu, po klienti si pëlqen. E na e shëndrojmë ato, që ato e përpunojmë. Me shkrim, do të thotë, në Kosovë nuk hup ari. Në teknologji hup ari. E në teknologji na s'kem prodhim. Kompjutera, interneta, satelita. Në teknologji është u argjit ari. Që ajo është edhe pak që ka ngrit arin pak ma herë. Do shta mund të lidhë me ato e kumë përjetuën, ato se jëmë bukur vjetër në këtë profesion, një del me një dhenë, dele, në gjuhën të popullor që të thonë, edhe kush ka pas, e ka mon me një lirë.
A ka qenë kështu se më kërë me ndëgjuk, ja. Po pe që ju modernizum na, s'po mirë me bankëtimo, edhe ka yshmi, bisash 5 dele, a 6 bë 1 lirë. Këto është një mos krasuse që shihet që nuk është çmim real, apo den. Nuk është. Se gjithmonë në thonë. Gjithmonë u shkuqa. Sepse edhe kur ka filluar në fillim këmbimi, do thotë mall me mall, trompa, gjitha çuçi i kemi mësuar dhe u shpjegojmë studentëve, është mbi këtë bazë, do thotë që gjithmonë ka pas vlerë krahasuese se çka ka bërë për shembull edhe argjendi, edhe ori, gjithmonë ato tregtit në mes mbretërive, ato si kanë funksionu, por që tash kjo më thash, për fat ju të mirë si Kosovë, edhe mbi bazën e bruto produktit, mbi bazë gjitha ne jemi ekonomie pa përfillshme. Se ne muna bina këtë pikën qëtë si përpunos, po përderisa nuk e ki prodhimin që pa ka shumë e amortizon importin, kja do të ishte mirë, po momentin që se ki prodhimin, ato lingotat e arit që prodhohen, po ato du të në pas industri të ranë, që nuk i kem tash. Ato gjitha shtetet e Balkonit, e të Evropës të pikan, po është banka qendrore ajo që i investon. Edhe ti në Evropë, s'ki bankë që nuk të shetë ari. Në Evropë, ki bankomat, është në karteli edhe në zero ari. Një gramshin, nuk e në zedha ty, rikotën një kilogram, po një gramshin, 5 gramshin, 2 gramshin. Tena nuk ka asi seni. Na s'kena hesh, na kena lypë të në konë, me kem pas takime edhe me të bankës, edhe me këtë pos... Nuk e shojnë të arsyshme? Jo, mbi bazën e sigurisë. Për mos sigurisë, do shta mund të lidhë na jem shteti ma i ri në Evropë. Na që 26 vjetë jem shliru. Para 26 vjetë, mësë përshkëm e 2008, po përshkëm e 99. Me shlirem. E pe 99, se ma eret... Trektia është bon. Kur bon trektia, u bo trektia me bakti, u bo trektia me dru, me drasa. Atër, na s'kem pas drejt babalar tonë, babgjysha tonë, me qeni hotela, një fabrika, se ka leju režimi. Po zitari, po. Mini zejtarë. Po, qanë. Sistemi Jugoslavis nuk të ka leju në atë kohë ma shumë. Pjesa dërmuse e qytetarëve atër, investimet i ka bo në lira. I ka shqit 100 copa. Delme i ka marrë 100 lira. Dhe i ka ru. E kom thonë shumë emisione tjera. Ndërtimi i Kosovës nuk është bo vetëm me donacione, mas 99. Po u bo edhe me investime vetanake që kanë pas njerës që i kanë rrujt lirat për ashtë që s'ka pas a i kushtet. Që tash po bëjnë investime edhe në kriptovaluta, ndarë së përja jep një kriptovalut, për shambull. S'po thë më në bitcoin ato të shtetet, po të ma të vëgle. Kom informacione për i klienta që dhëtë, e i sa me ble 500 euro një unë, një par vasta, një diqka. Pja gjunë në logari. Po, qartë. Ajo kanë diku në ramjet punës. Duke marrë parasysh që jo një pjesë e madhe e qytetarëve investojnë në bursa, a mund të konsiderojmë që forma ma e thjeshtë e kursimit familjar të jetë investime në ari? Është kja e natyrshme për pojtë se me thonë jo, se nështë mund të mirët kjo se diçka jo inteligent atë kuptimin që nuk kena mësu të punojna me tregjet financiare, me bursën ndërkombëtare dhe për mosën e gjanë, kur investon sepse të kriptovaluta ende nuk guxojnë njerëzit shumë sepse nuk e prej. Nuk kanë kontroll, nuk e sheh. E këtu teori thotë kur e di që e ka fizikisht, është diçka që njihet më komod, më rehat, e ka besimin më të madh, dhe është më komfort. Edhe këtu duhet të ndërlidhim që tash shumë vende, thotë mas vitit 90, mas vitit 2000 ka filluar që si mosës e si tregus ekonomik me qenë vetëm të mira tjera materiale për jo ari, por për shembull më herët fuqia e vlerës monetare ka qenë mbi bazën e rezervave që i ka X shteti dhe mbi bazën e rezervave që i ka për shembull dhe sot, por monedha, funta e Britanisë madhe e Anglisë, pra e ka ende fuqinë e saj monetare veç për shkak që Anglia njihet si shtet me rezervat ndër rezervat më të mëdha botërore të arit që dihet për çështje historike me stimin atë pjesë. Kështu që
e ka mbajtur fuqinë e vet, do thotë funda angleze se rezultati i rezervave të larta të arit që edhe Shqipëria ka po të njëjtin gjë që rezultat që i ka rezervat e arit në bankën qendrore, gjitha që kanë qenë në atë kohë ka qenë edhe ish Jugoslavia me dinarin, me fuqinë e arit që ka pas, por që mbas vitit 90 me këtë fare në hatin e ekonomisë tregut, ekonomisë lirë, pra fillun mbi bazën e tregtisë, mbi bazën e bashkëpunimit ekonomik, mënyra tjera që ka shumë shtete botërore që nështë nuk kanë fare sasitë të arit, po bruto produktin e kanë të lartë, nështë kanë edhe vlerën monetare kanë të lartë, por që tash prapo shihet krizat tregojnë cili produkt ka vlerë reale, sepse këtu në ekonomi quhet vlera nominale reale. Vlera reale shihet që prap nuk del nga moda ari, sepse në moment saktum me njëherë po tentojnë mi shëndru. Edhe thashtë gjatë emisionit, kjo ka qenë një ndër ato arsyet që bota, masa, qytetare kanë tentu të i shëndrojnë vlerën monetare në ari që në momentin që ki kërkes, normal që këtën, së me thonë, qëmimi i një produktit të caktuar. A ka Kosova rezerva shtetërore të arit, pavarësisht se... Nuk kam një horin në këtë drejtim. Vlerësoj që Kosova nuk e ka se na nuk kem as valutën tonë. Dhe kretë që ka vlera hyb nivel të tregut botërës, sepse për ne valuta euro është me një farë mënyrë është e ranë për ne, sepse është nivel inflacionit është shumë lanë, ne kem përshjet që kem problem në të mbajnë a këtë valutë për tregt brendë shumë. Dhe të ishta shumë idhëtare esoj për tregt jashtë shumë, por që për tregt brendë shumë përshjet që qytetari lëngan me këtë monedë, sepse është me të vërtet e rënë, sepse në tregjet financion nivel botëror të eurës, e marë mbi bazën e fuqisë e eurës nivel të Evropës. E ty vetëm tu ka imponu regjimi eurës, kështu që ne as vlerë nuk ja jopëm eurës ne si shtetë, për faktin që nuk llogaritet vlera monetare e eurës si rezultat i pasurive të Kosovës, sepse s'ka qish me llogaritë se sa është e jotja. Po ta kishëm si që përmend një ko, jo Dardani me qenë, dhe thot, por e që kanë për shumë dhe rastin Shqipëria ose Serbia, Maqedonia, por që tash nuk ditë si do të shka. Nëse jem pjesë e Evropës, ka më na imponu gjithë rajonit, sikur që kemi edhe në Zëtë Bashtica, përmendet që edhe ju si artar jeni në një gjendje, në një lloj pasigurie, amullie, sa i përket mënyrës se si duhet veprohet me klientët, por cili do të ishte rekomandimi juaj për qytetarët, të blihet aktualisht arja, apo të pritet ndonjë fazë më e favërshme për ta? Ma ke bën një pyetje shumë të rëndë. Shumë e qellume, po shumë e rëndë. Dhe që për momentin unë s'di as çka, qyre, do të me konë shumë sinqert. Unë mënona me konë edhe me klienta shumë i sinqert. Beso, pritoj me shqit. Sot, dje, para një javë, po pritoj me shqit. Spedia për mikjorë që unë e po bishti si një zanatli vjetër që njofim baja këshom, nesër me bu me ra që e kanë posë këta. Me bu me ra që mini ti ki me thonë pas ka mashtru bre veri. Spedia për mikjorë. E kështu që ma i knaqë një mos me punu heq. Mos me shqit heq, se me shqit me që tu just jeni gjenerat e re, ka qenë një periud në ish sisteme në Jugosllavisë. Atëherë një inflacion i dinarit me marka. Punojshin pedagog këtu në përshpi jam mësimin që e mojshin që anë, aje merë ke 50 marka, 100 marka, rogën për shambull, dhejtë mramje, asi inflacion i këtë dinarit. Dinari, ka posë ramje. Edhe këtu ka ramje. Që ta është në qasje në qmim tarit, një fmi 5 gjes, veç adin me dhez telefonin, ka. A më kuptat, shumë mire spjegoj, zotria, shumë mire spjegoj punën e valutës, që ajo zë më varët për neve ishë. Po, absolutisht. Aty për ka qasje. Po unë e që aqmim që po shkru në internet në Evropë, so unë se kom unë banë këtu me mshelë me marrë me njerë. Sikur që unë e i shes, për para ka qenë në tradit, për ari kanë marrë, shamu për një darsëm ka marrë 20 gram, 50 gram ari, për nusën. Sa shaj për martën, djallin në qikën, po mërë pesh ma të vogën. Po që 10 gram që s'kom ku me marrë, unë do të me prit, deri të vesh ti, apo
një klient më orë me ndru mallin orin e vjetër me marë. Po stasia nga importi? Për shambulla, dikun që mund e nga marë. importi e ka problem kjo ta blen me këtë shumë të lartë. Sepse mundet me ra dhe çka më bë kjo. E se vjen një euro. Që i bjen në këtë situatë krize, sa i përket lëvizje lehative të vazhdueshme të çmimit, edhe importi bie për shkak të pasigurisë se mund të humbin shumë pastaj. Ose nëse në furnizu më herët. Po dhe më herët du të më furnizu për para 5 vite, që me pas një siguri dhe me rënë na 350 euro. Kjo nuk lidhet me derivatet naftës. Nafta duani është sen që i digjet, hargjohet. Duani ki ke importu si shtet e ke importu një sasi të saktume edhe ki ato ajo jetë. Adin ajo përponohet, shëndrohet në stoli, apet në linkot, zdi basti navis nuk e hargjojmë në teknologji. E është e pyetje shumë e vetë që për dhutë. Është ashtë mi mu reklam, artare me thonë, ajde një klientave bleni se ka me hy. Ato s'mu mu deklaru, nuk e koma të drejt me thonë kuqë. Këto është, se ta është do të blenë ceket edhe konsum, cili është target konsumi. Këto kur kretë atë që përmenet pjesa, për shumë dhe këtu në ahengjëve, këto që më një fanyre prendet i martojnë fëmijët e tyre, pra atë është pak sfidus sepse ata normal që i kanë gëzimin dhe ata i kanë datat e caktuara dhe në fakt është kërkesa në të kuptimin jo elastike dhe ai me ato të holla çfarë ka është tenton ti fokuson të gjithë atë i koncentron në orët që mos del me një mënyrë keq edhe para rrethit, para mosit që për shembull nusën e djalit të astolis sa më mirë, por që ati i kushton edhe dasma, gjitha e duhet tani të redukton shpenzime tjera, sepse nuk mund të ashtojnë dasmën mas 2 vite ose mas 5 vite, mund të merë me men në vetën e parë këto. E kjo si target grup që është i konsumit, se na që e përmenin dërën, nuk kem na që me thonë kjo me shrit një industri kompjutera apo diçka që për aja mundet me hinë punë edhe me nëzirë vetën, por se nuk kem investim në atë kuptimin direkt, është vetë investim e blenë edhe e lenë aty. Nuk është që për më futë, thëtë kjo, si me thonë, si produkt i tregut edhe i bashkëpunimit. Po me gjithat, jo më vedisu qytetarë të Kosovës, po flasë për i kohënave të hershme, do të thëtë, po ka 10-15 vitet e fundit, marin senet përdiqme. Kanë kalu ajo kohë që i kanë marrë, qystekat për para 2 metrë, shea, lodhe, gjona. Që i kanë përdojnë vetën kër i kanë ble edhe nuk i kanë përdojnë. Qëta është për marin senit përdiqme. Që e bonë, edhe me farmerë, ka me patike, edhe me shtikla, edhe me fystara. Adi qëka të përdiqme, edhe vothin, edhe zinxhirin, edhe alallet, adi është e përdiqme, fatë barësisht. Na qefi jonë është me marrë që të senit e rana, po në bazë, ku takati që e kanë, është apet si esin kesh. Kemi arritur në fund të kohës për bisedë në sot me zotëri Kadria dhe zotëri Pakashtica. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit sot. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Dërsa ne të nderuar shikues do të vazhdojmë me diskutim tjetër. Aktualisht kemi hyrë në muajin shkurt ku pas disa